Përshëndetje të nderuar miq, pikë së pari para se të filloj këtë komentim për të komentuar pak deklaratën e Eglit dhe për të dhënë mendimet tona në atë se çfarë Egli ka shkruar, dua të gjithë shqiptarëve t'ju uroj gëzuar ditën e verës. Le të jetë kjo verë e bukur, le të na vi kjo verë me dashuri, le të na vi kjo verë me pozitivitet dhe le të marrim më të mira të kësaj verës. Tani do të na lëmë pak të flasim për një deklaratë që Egli Tako bëri dje, le të themi gjysmore para se Xheneta të futet në shtëpinë e Big Brotherit në Instagramin e saj. Mos Egli e ka ditur që Xheneta do të jetë pjesë e këtij reality show, për një afat kohor të shkurtër ne këtë gjë nuk e dim, por Egli doli me një deklaratë ku në shumicën e gjës ajo e fajson gjestin, por deri diku e fajson edhe le të themi produksionin, sepse nuk i kanë nxjerr video të cilat gjesti e ka provokuar Eglin dhe e ka çuar Eglin drejt këtyre ndjenjave. Të paktën Egli atë gjë thotë. Le ta lexojmë të gjithin edhe një herë dhe le ta komentojmë pika pika nga ajo se ne çfarë do të lexojmë. Egli thotë kështu: Uroj që ky reagimi imi i kërkuar aq shumë prej jush, t'u jepte dhe t'u ketë gjetur mirë ju dhe familjarët tuaj. Do thënë ka nisur në formë solidare ta bën. Faleminderit nga zemra, thotë që keni shprehur këtë shqetësim masiv për gjendjen time. Ju detyrohem shumë. Dua të nis duke ju thënë se nëse ndihem e trishtuar dhe ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo asnjë gjë e ngjashme me këtë të fundit. Kam shumë njerëz pranë vetes që po investohen me gjithçka që kanë, që unë të rimë këmbem dhe të rimarr forcat e mia për të dashur veten më shumë. Faleminderit Zot. Kjo çfarë po ndaj me ju sot është një ndjesi nga shpirti e fjalë që vazhdimisht i kam shprehur dhe brenda shtëpisë. Por ndoshta, duke mos bërtitur fort, nuk kanë mundur të ndëgjohen mjaftueshëm. Për këtë pjesën dua të ndaloj pak te kjo pjesa. Unë e kuptoj Eglin që shkruan në emocione shumë të rënda, por mbi të gjitha Egli ishte ajo që nuk ja dëgjoi fjalën deri diku apo nuk arriti dot ta kupton mesazhin që motra e saj i dha që krijo lojën, luaj për lojë, sepse qëllimi jot është këtu të luash, nuk e ardhur këtu të martohesh, të paktën kështu, sepse motra ja bëri edhe me hyrjen se motra e Eglit nuk hyri kot, ajo kishte thënë që nuk do të hyj kurrë në Big Brother dhe Egli duhej ta kupton këtë mesazhin e motrës. Egli duhej ta merr këtë mesazhin e motrës dhe jo të mos e merrte këtë gjën. Por Egli nuk arriti do ta kupton. Dhe ndoshta Egli mundohet që të çfajson veten e saj në një mënyrë, por edhe në të gjitha gjërat nuk i lihen faji tjetrit. Fatkeqësia thotë narrativës së historisë son, nëse më lejoni ta quaj të tillë, mediatikisht. Mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë, të paktën mjaftueshëm pamjeve ku edhe mua më citoheshin fjalime, qasje romantike, e konfirmime se një ndjenjë ka lindur, se ka një vlerësim tërheqje e pëlqimi, se sheh një perspektiv deri tek ajo e gruas në të ardhmen, se mund të qëndronte dot larg meje, e sa të tjera si vetëm një partner ose dikush në këtë tentativ mund të drejtohet. Tash Egli thotë që në media nuk është dukur që gjesti e ka provokuar në të gjitha format. Në media nuk është dukur që gjesti ka arritur deri në atë nivel që Eglin do ta merrte për grua. Unë nuk jam dakord në këtë gjë, sepse nëse gjesti do ta merrte për grua Eglin, do të sillej kritikisht ndryshe. Ai non stop ja ka thënë që nuk kam dashuri për ty, nuk të dua, nuk të ndjej akoma, dhe ne dim shumë bukur se si erdhi puthja. Puthja erdhi nga një skenar i përgatitur nga produksioni dhe nga Aldo që ishte si regjisor, ku Aldo përzjodhi Eglin edhe Gjestin që të ishin protagonistët e puthjes, dhe aty erdhi puthja dhe më pas një puthje në dhomën e rrëfimit ku Gjesti dukej që po e bënte me zor. Dhe për këtë gjën, do me thënë kjo është gabimi që një njeri i cili mundohet që të krijojë situata, ngjarje, dinamika brenda një shtëpie dhe thotë që unë kam marrë një puthje në shtëpi dhe tjetri mua më ka thënë që unë
do të shoh edhe për grua, më duket që kjo është pak si e tepërt, sepse unë nga ana e gjestit në asnjë mënyrë nuk kam parë që gjesti të tregon, le të themi, emocione kundërdrejt Eglit deri në faktin e një gruas. Pasi që Egli thotë që mediat apo kamerat apo nuk është fokusuar në këtë drejtim. Për mendimin tim, ka qenë Egli ajo që pa marrë parasysh çdo qëndrimi që ka patur, qoftë një qëndrim më i egër, për 5 minuta është zbutur edhe është kthyer. Unë e kuptoj, nuk dua ta gjykoj, është në pyetje dashuria. Çdo femër mund të ketë momente që mund të jetë shumë keq, mund të jetë shumë e acaruar, mund të jetë shumë e revoltuar, por një femër që dashuron vërtet, ajo nuk ka acar dhe në 5 minuta ajo mund të zbutet dhe të rikthehet prap dashurisë së saj. Më pas Egli thot: puthje, ledhatime, përqafime, prekje të ëmbla e çdo lloj kontakti, qoftë edhe nëpërmjet syve, siç një njeri i përfshirë në ndjenja bën, e që kanë një peshë të madhe përballë dikujt që ndjen për ty, janë shpresë. Tani Egli ka përfshirë të gjitha puthjet në krevat, ka patur, këtu jam me Eglin, sepse ka patur disa puthje, për shembull menjëherë pas fjalës ku gjesti tha që unë e shoh si të dashurën time Eglin, dita e nesër me ka nis një ditë shumë e zjarrt, në krevatin e ku flinte Egli me Valbonën edhe me një vajzë tjetër, tani nuk më kujtohet emri. Ka qenë një ditë shumë e nxehtë, kanë qenë emocione pafund, gjesti është zgjuar duke e puthur, duke e përqafuar, duke e ledhatuar, dhe kanë qenë mëngjese shumë të zjarta, dhe këtu normalisht është një pikë shpresë për Eglin si vajzë, sepse Egli e ka parë me syrin e sinqert gjestin, nuk e ka parë me sy prapavijen, ndërsa tek gjesti ka patur momente të tipit edhe që jam pronë në këtë lidhje dhe nuk jam pronë në këtë lidhje, dhe mund ta ketë përdorë, se shih, tani gjesti mund të përdorte për t'u larguar nga Egli qoftë edhe një gjë shumë të vogël, që Egli sot nuk arrihet do ta kupton se një mashkull, për mendimin tim, kur arrihet në faktin më që nuk ndjen për një femër dhe është në mëdyshje se çfarë mund të bëj, përdorën dhe një gjë shumë të vogël të parëndësishme në gjithçka të rëndësishme tjetër për t'u largu. Dhe gjesti këtë përdori, vetëm si një arsye për t'u largu, se unë jam shumë i bindur që ai nishani që ne pam nuk ishte një gjë e madhe për t'u prish një dashuri. Por gjesti nuk e ndjente, ishte në mëdyshje të a do e vazhdoj, a nuk do e vazhdoj, si do jetë, si s'do jetë, do me thënë ishte në këtë kur zemra nuk e thot 100% po, normal që do kapësh një arsye shumë të vogël, dhe kur ka një arsye shumë të vogël, bëhet ajo drama e madhe që në fakt në vazhdim ti nuk e kupton dot edhe për çfarë je ndarë, që për shembull Egli nuk e kupton dot nga gjithë kjo që ka shkruar, ndërsa gjesti po ta pyesë gjestin thotë nuk e doja. Edhe Rozanës ja tha që Egli normal që e ka parë këtë video dhe normalisht që është ndikuar nga këto gjëra, se ta shohësh ti nga një mashkull i cili u lëret në shtëpi që s'kom ndjenja për të shumë e rëndë, dhe gjesti këtu e kapi këtë pjesën. Më pas Egli vazhdon: nuk mendoj se ka vlerë të flasë edhe për sekuencat ku e sa herë unë distancohesha e mbaja qëndrim. Qëndrim të rënd. Vazhdonte pas meje duke më thënë se s'qëndronte dot larg meje, duke ma bërë të pamundur t'i qëndroja gjatë stoike. Pasi zemra, amplifikimi e ndjenjat më bënin të thyesha para ti e ta përqafoja, duke justifikuar me faktin se shumë veprime i bënte për të mbajtur aktive lojën e ti. Dhe këtë, sa do që e lëndon, e mirë kuptoj. Unë nuk mundem do t'i lexoj ndjenjat, por veprimet i kam lexuar si të tilla. Të sinqerta, për këtë arsye zgjodha të qëndroja e vërtet në ndjenjat e mia, të luftoja për to e të mos si mohoja, siç edhe vetë ai më kërkonte të bëja. U përpoqja shumë të kuptoja lojën e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qoftë edhe kur ajo lojë cënonte respektin ndaj vetes time. Tani, kjo është i çik interesante, sepse ti nuk mundesh të thuash sinqeritetin e një djalit brenda në një lojë, sepse aty është një lojë, është një reality show dhe ne nuk mundemi në asnjë mënyrë ta gjykojmë gjestin për natyrën e tij, sepse gjesti brenda asaj shtëpie mund të ketë hyrë si një lojtar dhe është e vërtetë se ka hyrë si një lojtar, se ajo e tëra është një lojë dhe ajo që në start kur banorët futen aty brenda, ajo gjëja quhet lojë, nuk quhet një sinqeritet. Dhe unë nuk e gjykoj gjestin për mënyrën se si gjesti ka zgjedhur të bëjë lojën, përkundrazi i them i lumt, sepse të kesh natyrën, të kesh mendjen e tij, të kesh kreativitetin
që ai ka, do me thënë mbi 100 gjesti të dielën do thyej rekordin botëror, do me thënë 149 ditë brenda një shtëpie, 145 ditë ka qenë në rekordin në Shqipëri, 149 ditë e then gjesti rekordin botëror, dhe 149 ditë ti të kesh një lloj strategjie, të kesh një lloj kreativiteti, të kesh një lloj energjie, pozitivitet çdo ditë për të bërë dinamika, lojë, diskutime, për të zgjedhur banorët, për të krijuar pole, për të krijuar ngjarje, për të mbajtur shikueshmërinë, domethënë duhet të jesh një lloj fenomeni. Dhe kjo e ka ditur që në start se edhe ajo dhe më kot është ky fakti që Big Brotheri të rëmben, unë kam thënë që në ditën e parë që Big Brotheri nuk është një skenar i jashtëm. Ti mund të bësh skenare sa të duash jashtë, mund të shkruash ndarjet, po në momentin që ti futesh brenda asaj shtëpie, ajo shtëpi të rëmben dhe dinamika është aq e madhe sa që ty ta ndryshon skenarin brenda 2 minutash. Dhe ti duhet jesh me hapin e momentit, që të kapësh çastin se çfarë po ndodhen aty. Dhe realisht tashmë Egli, me sa e shohun, dëshiron ta tregon veten e saj, por të gjithë barën e gjës nuk mund t'ia lej gjestit, sepse gjesti e ka paralajmëruar dhe në kohën kur motra Eglit i erdhi në shtëpi, gjesti me seriozitetin dhe me sinqeritetin më të madh kërkoi ta takon motrën e Eglit për t'i thënë që këtu brenda jemi për lojë. Lëri gjërat kur të dalim jashtë, le t'i bëjmë gjërat kur të dalim jashtë, dhe nuk merret një mashkull me torturë. Nëse ti nuk i lë kohën atij mashkullit që të kuptoj vlerën tënde, të kuptoj njeriun tënd, të kuptoj gocën që ti je, të kuptoj shpirtin që ti ke, ti nuk mundesh ta bësh atë për vete sot e 200 vjet. Me thënë nuk merren gjërat me xhelozi, nuk merren gjërat me torturë. Egli xhelozonte dhe këtë Egli e dashur duhet ta pranosh, xhelozoje në Rizartën e cila ishte pjesë e lojës së produksionit, do t'ishe femër gjigande në qoftë se ti nuk do t'jepi asnjë lloj reagimi dhe do të kuptoje që gjesti dhe Rizarta po e bëjnë për lojë dhe ti arrite në faktin që këto do të shkojnë në dashuri, po jo po do bëjnë fëmijë aty. Do thënë thjesht faktit kur e vë xhelozin përpara gjithçkaje, dështon në veten tënde dhe ky ishte gabimi jot. Më pas Egli vazhdon. U shqetësova dhe kujdesesha më shumë për dikë tjetër dhe emrin e tij aty brenda, sa për veten time, sepse e till jam unë kur e dua dikë. Ose më sakt, e till kam qenë e shpresoj shumë të kem marrë një mësim këtë herë, sepse askush nuk duhet të vënë para vetes. Në fund lëndohesh ti dhe vetëm ti. Si një njeri që bën shumë për të tjerët, deri në vetë mohimin. Tërheq narcizmin drejt meje, e kundërta jote të tërheq. S'është hera parë që më ndodh. Ndaj dhe jam shprehur që disa tipare më kujtojnë dikë në të kaluarën time. Pa patur dëshirë të jap më shumë detaje, siç kam thënë, dua që të flas për të mira dhe të këqija t'i mbaj për veten time. Por këtë më duhet ta sqaroja. Tani, unë e mirë kuptoj Eglin se ç'a natyre është. Egli është nga ato gocat që kur dashuron me zemër dhe normal, këto lloj dashuri janë dashuri shumë të rënda, po nuk janë për në Big Brother, se Big Brother është një lojë. Big Brother është një reality show, Big Brother është një strategji, Big Brother është një lojë nervash dhe Big Brother nuk është Big Brother nuk është një kënd dashurie. Dhe ti Egli po ta kujtoj edhe një herë, duhesh të ta kuptosh të gjën që në ditën e parë, në momentin që ti hyre. Fillove të bësh lojën, këtë duhesh të ta kuptosh që ke hyrë për lojë. Të tregoje vlerën tënde, ne donim të shohim Eglin, vlerën tënde. Ne nuk donim të shohim dashurinë. Ç'të hyt në punë dashuria, ne donim të shohim vlerën tënde të njeriu që ti je. Tani thot, unë jam më mirë çdo ditë që po kalon, më bën pak më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha nuk dua ta lëndoj familjen dhe veten time. Vazhdoj të kem ndjenja, nuk mundem dot t'i iki me buton, por të qenurit në distancë më bën të kem më të ftohtë realitetin dhe të jem më pak e ndikuar emocionalisht nga prezenca e 24/7 që deri në momentin e daljes ishte pamundur ta shpangja. Më ndikonte shumë emocionalisht, malli është më i menaxhueshëm për mua se sa prezenca, thot Egli. Më pas thot, po merrem dal nga dal me veten time për të ngritur më fort për të gjithë momentet tona të bukura që më bën të përjetoja lumturi dhe të ndjehesha e fortë. I them faleminderit me gjithë zemër, për sa kohë ai dhe vetëm ai në ndërgjegje e di të vërtetën e kësaj historie dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do mundeshim
të kishim një relacion romantik. Mendoj se nuk kam arsye ta takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji. Kjo është situata e Eglit. Tani, Egli ka fol për këtë pikën, Egli ka fol për këtë situatën, Egli ka fol për këtë ngjarjen. Por gjithsesi, unë uroj që Egli të reflekton se gjesti nuk ka faj, ja ka thonë të gjitha se nuk e do, dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë akuz tashmë që Egli po i hudh gjestit që nuk e do më gjestin ajo? Na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe shkruani komentet tuaja.